Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon që pushteti vendor të jetë më i fortë ekonomikisht dhe të shërbejë qytetarëve sipas standardeve europiane. Prandaj edhe qeveria I ka kthyer më shumë syt nga bashkitë dhe përgatitja e tyre, thot Demo, ministri I pushtetit vendor. Gjatë një konference për shtyp, ministri Demo foli në terma konkret për mbështetjen me financim shtesë, kryesisht në përballimin e emergjencave civile dhe transportit urban. Ku 20 milion euro do të jenë fokusuara në logjistikë që ka të bëjë me mjetet e domosdoshme për sa I përket parandalimit të emergjencave në kuadër të përmbytjeve apo dhe të zjarreve, përgjithsisht infrastrukturë bujqësore dhe ajo infrastrukturë rurale. Këto mjete do të jenë të organizuara në Bashkëpunën e Fondit Shqiptar të Zhvillimit në nivel qarku, në të njëjtën kohë ne kemi një financim për 10 milionë euro që ka të bëjë me përmirësimin e transportit urban. Qeveria parashikon edhe një bonus për zjarrfikësit që janë në vijën e parë të përballjes me zjarret. Ne këtë vit shumë shpejt do dalim me një paket edhe mbështetëse dhe ne atë bonus që shpeshherë japim të gjithë zjarrfikësve në fund të sezonit të zjarreve, në fakt qeveria do dalë shumë shpejt me një propozim që ky bonus të shpërndahet në fillim të sezonit, brenda muajit korrik. Demo nuk I shpëtoi as pyetjes për protestën, por qëndrimin e qeverisë për të e kishte të qartë. Kërkesat e protestuesve do të shqyrtohen. Vetë protesta në 36 ditë ka pësuar një metamorfozë shumë interesante. Ne pam që nga Flamingo na u shfaq një arkivor. Nëpërmjet vdekjes nuk mund të perceptohet as ndryshim as zhvillim. Qartazi duket sikur Flamingot kanë shtektuar nga bulevardi. Unë jam pjesë e grupit të punës. Ne jemi duke marrë shqyrtim të gjitha ato kërkesa që janë të qëndësishme. Kanë qenë pjesë e prioriteteve, janë pjesë e prioriteteve qeverisë shqiptare. Janë disa prioritete të reja që ne patjetër duhet I marrim konsiderat. Patjetër ne duhet të kalibrojmë shpejtësinë e disa nismave dhe iniciativave të cilat qeveria po ndërmerr. I pyetur për Komisionin e Reformës Territoriale, I cili rrezikon të mos dalë me një produkt të finalizuar brenda 15 korrikut, e që me gjaz do të shkojë në zgjatjen e afatit, dhe më thotë se brenda muajit tetor, panorama do të jetë më e qartë nëse zgjedhjet e ardhshme vendore do të mbahen me një hartë të re administrativo-territoriale apo me ndarjen aktuale.